آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Zot I dashur, mundësoj sukses dhe lehtësim atyre që prej nesh kanë vendosur si vjet ta kryejnë haxhin shtëpinë tënde të shenjtë. Lehtësoja rrugën dhe bëje që secili prej tyre për bashkëpunëtarin e vet të jetë shoku I tij më I sinqert. Bëje që gjatë shkurjes, gjatë kryerjes së detyrave të haxhit, si dhe gjatë kthimit të jenë shëndoshë mirë. Mundësoja që ta kryejnë me sukses haxhin, ashtu siç I ka kryer I dashuri, I zgjedhuri dhe I dërguari yt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nderoj me vizitën e vllarit të dashurit tën Muhammedit alayhis salam dhe shokëve të tij të ndershëm. Për haxhin e tyre o Allah I plotfuqishëm, shpërblej ata dhe dhuroju xhenetin, shtëpinë e paqes dhe shpëtimit. O Allahu I lartësuar, sikurse që ju ke mundësuar robërve të tu ta vizitojnë pejgamberin alayhis salam këtë botë, mos u amoho atyre edhe nderin e shefaatit të tij në botën e ardhshme. O Zot, na jep të pijmë nga burimet dhe dora e tij, pijet më të mira dhe më të këndshme. E haxhive o Zot, jep të pijmë nga uji I Zemzemit, ti me të vërtetë je I plotfuqishëm. O Zot, dhuroju mundësi që kur ta shqiptojnë telbijen e thojnë Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Të përgjigjem o Zot, të përgjigjem ti nuk ke shok, ti të takon çdo lavdrim, mirësi dhe pushtet. Në këtë ti nuk ke shok që ta ndjejnë edhe në zemrat e tyre. O Zot I lartësuar, robërat të tu, cilët kanë vendosur ta kryejnë haxhin, lehtësoja detyrat e haxhit dhe pranoju haxhin e tyre. Pastroj ata nga mëkatet dhe mundësoja që të qëndrojnë në Arafat me haxhi të tjerë, që ta kryejnë sajin midis Safës dhe Mervës, që të bëjnë tavaf rreth Ka'bës dhe nga respekti ta prekin gurin e zi. Nderoj ata me vizitën e vllarit të njeriu më të mirë, duke qëndruar për atij me përulësi dhe respekt, dhe dhuroja atyre shefaatin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O Zot I madh, pranoj lutjet e haxhive tu për muslimanët kur të bëjnë pranë Ka'bës, në Arafat dhe në vendet e nderuara. Mbroj haxhit nga shqetësimet, të këqija, gabimet dhe gjunahet. Pranoj këtë lutjen tonë, na lehtëso kryerjen e detyrave fetare, na pastron neve nga mëkatet, na gëzo zemrat tona me ndihmën tënde në të cilën do t'ju dhurosh të gjithë muslimanëve. O Zot I gjithëfuqishëm, bëhet kutubim të bekuar dhe lutjen tonë të pranuar, si dhe lutjen e secilit që zemra e tij është e etur për ta vizituar vendet e shenjta. Ruaj haxhit tonë nga e keqja në tokë, në det edhe në ajër. Dhuroja atyre mundësinë që të pastrohen nga gjunahet dhe të shëndetshëm e të lumtur të kthehen në adhëun e tyre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.